Aktivizimi i alarmit duket se ka shpëtuar grabitjen e tretë të argjenderisë në qytetin e Pogradecit. Persona ende të pa identifikuar nga policia kanë mundur të ngrenë qepenin e dyqanit dhe të thyejnë derën e xhamit, por me sa duket aktivizimi i alarmit ka bërë që grabitësit të largohen nga frika e kapjes nga policia. Pronari i argjendarisë shprehet se nuk ka më besim tek policia, pasi 2 herët e para që është grabitur, nuk është ndaluar asnjë person. Në orën 3:30 është hapur dyqani me kriko, makine. Është hapur, ka rënë sistemi i alarmit edhe ka nikur ata. Nuk kanë trazuar absolutisht asnjë gjë. Vetëm se dyqani im është vjedhur mbi 3 herë gjatë kohës që unë e kam hapur si biznes. Edhe 2 herët e para nuk janë kapur fare. 2 hera, 3 hera nuk jetë vjedhur. Të shikojmë këtë radhë. Ke besim se mund të zbardhet? Kam besim në media. Po në policia? Nuk e di. Keni frikë për veten, për biznesin? Kemi frikë për biznesin. Nuk shesim dot, nuk qëndrojmë dot, se urdhëron. Sa kaq, grupi hetimor i policisë së Pogradecit ka deklaruar se janë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë për identifikimin dhe kapjen e autorëve të kësaj tentative grabitje.